sepse në film kam luajtur për herë të parë në 16 vjeç. Pra filmi të pranon edhe pa u bërë aktore, me përshtatshmërinë e roleve. Që derisa kam hyrë në shkollë, unë mund të kisha bërë gati 5 filma, nuk janë pak. Për një gjimnaziste, apo pastaj më bëna amatore, derisa mbaroj shkolla. Dhe mbas shkollës, fillova të luaj shumë filma, nga 76 që është filmi i parë Dimri i fundit, deri në 90-ën, unë nga filmi kam ikur vetëm 3 vite të shkollës. Ndërsa në vitin e fundit të shkollës, në vitin e 4, unë kam bërë duemrin tënë që mora dhe diplomën në atë film. A me duemrin? Me duemrin. Pra, vetëm në 3 vitet e shkollës nuk kam shkuar në kinostudio sepse nuk doja. Kështu a priori, nëse ti do doje të përmendje një titull filmi, të cilën e ke jenë tjerë vetë mirë, se aktori ka këtë autokritikën, një emër, çfarë vjen direkt është, pa u menduar gjatë? Më vjen shumë mirë që kam bërë nekrologji. Më vjen shumë mirë që jam në filmin Vdekja e Kalit. Më pëlqen shumë Vitet e pritjes, si personazh. Dhe Pengu? Film i këndshëm duemrin tënd, ndërsa mbas viteve 19, nekrologjinë dhe Vdekja e Kalit është mbas viteve 90, kam xhiruar në Kosovë dhe mbas luftës së Kosovës, që ka qenë shumë interesant si personazh dhe si film, prekte ngjarjet e luftës të zhdukurit që kërkoheshin. Jo. Ndërsa Pengu është film grek. Film grek, por që personazhi kryesor është një djalë shqiptar që ka shkuar refugjat të punojë, ka ikur nga Shqipëria, një histori shqiptare, një djalë shqiptar, se si ikën nga vendi vet dhe shkon në një vend tjetër, më të zhvilluar dhe për të jetuar më mirë, por që nuk i ndodh ashtu. Dhe duhet të luaja nënën e atij personazhit, eksperiencë dhe film shumë interesant.